Prej momenteve interesante dhe këtu prindrit, nënat dhe baballarët duhet mbajnë vesh. Janë lutjet e prindërve për fëmijët e tyre. Allahu xhelle xhelalu nuk e refuzon lutjen e prindit për fëmin. Ndoshta mund t'ia vonoj në një moment që Zoti e din se kur është më e mira, po Zoti nuk e refuzon. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, el walidu li waladihi, prindi, pra nëna, babai për fëmin e vet. Allahu xhelle xhelalu nuk ka thënë si në rastin e fëmisë. Në rastin e fëmisë çfarë ka thënë? Waladun salihun yad'u lahu, fëmia i mirë. Ndërsa për prindin nuk është vënë ndonjë kusht. Lutja e prindit për fëmin. Prandaj tha pejgamberi alayhis salam, mos u lutni kundër fëmijëve tuaj, mos mallkoni fëmijët tuaj, se mund të jenë momente që nuk refuzohet lutja dhe duaja tek Zoti e njeriu bëhet keq për gjithë jetën sa të jetë gjallë.